Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Mirëmëngjes, qatë e mirëmëngjes, ora është 11:20. Më në fund tani a dola të dal nga shtëpia. Me një fëmijë të vogël nuk bën dot asnjë lloj plani. Edhe ja pra po qanë në makinë. Po sa dole makinë. Do ta bësh mamin me zemër. Do shkojmë sot tek bashkia sepse do aplikojmë për pasaport që të fluturojmë me birin e vogël. Për Krishtlindje kemi prerë bileta për të shkuar në Hamburg. Dhe në mars do shkojmë në Shqipëri që t'i tregojmë Kianit atë dheun e tij. Nuk po qanë, po është duke u ankuar sepse i flihet gjumë. Edhe kur para se të flej gjumë ja kështu është, duke u ankuar. Unë do ta marr në karrocë edhe do të tërheq një numër te bashkia. Dhe njëkohësisht në momentin që pres në radhë sa të vi radha, mund t'i jap ushqim djalit, ta ushqej me gjin, nuk më intereson fare ku jam, Kiani do pi gjithandej, ku t'i pijet, dhe unë e di që për pak do t'i vi orari qumshtit, po nuk desha ta ushqeja në shtëpi se i bie duhet të humbisja orarin deri në orën 12 është hapur bashkia. Edhe kisha dhe Shtefani në shtëpi, po këtë e zuri gjumin në krahët e Shtefanit dhe na vinte shumë keq që ta zgjonim. Ja tani më duket se u qetësua, nuk po fle, shikoj në pasqyrë, por të paktën nuk po qanë. Do të rreq numrin edhe shpresoj shumë që ata të më pranojnë foton që kam bërë. Ja ku është. Sepse atje tek drogeria ku shkon që bën fotot e pasaportës, nuk lejoheshe që të bënë foto të personave që nuk qëndronin dot ulur si fëmijët, edhe duhet të shkonim në një studio ose të kishim disa foto që kishim për shembull backgroundin e bardh, edhe unë këto foto me background të bardh i kisha. Po thosha, mora një background të bardh, një foto të djalit që kisha pasur për shembull që ishte me sy hapur, dhe jo duke qeshur. Ja hoqa backgroundin komplet dhe vendosa të ky background i bardh, kështu që shpresoj që të më pranojnë. Nëse jo, e provova, pastaj duhet të shkojmë të lëm takim në një fotograf, në një studio fotografike që ata t'i bëjnë një foto. Kështu, le të shkojmë, të provojmë fatin ton. Unë do përpiqem të parkoj tek kafeja ku pi kafe, që pastaj edhe mund të shkoj aty edhe të pi një kafe me Kianin. Nëse do jetë gjithmonë në humor të mirë, Kiani ka hundshkat e zëna këto ditë edhe do vetëm kontakt trupi, do vetëm të mbajt në krah, më ka lodhur se tani edhe po rritet, është goxha i rënd. Mirë po, kështu janë fëmijët e vegjël, sot kanë këtë nevojë, nesër kanë këtë nevojë, sot reagojnë kështu, nesër reagojnë ashtu, edhe ata po mësojnë me botën jashtë, ndërkohë që edhe ne po mësojmë me faktin e të qenurit prindër ose po njohim më mirë edhe djalin çdo ditë. Kështu që nuk është se mërzitem që do vetëm në krah, patjetër që kam shumë punë për të bërë, por përpiqem pak a shumë të gjej kohën për të gjitha, kur flet djali për shembull të editoj videot që kam xhiruar gjatë ditës, si kjo. Edhe të shohim se çfarë do bëjmë tërë ditën sot. A do kemi kohë të gatuajmë diçka? A do kemi kohë të ha? Edhe Shtefani vjen orë 11 të darkës. Opa, e pas kam një vend këtu, shi sa me fat që jam. Ja, zemër, ja. Sa po parkuam, shkojmë shpejt e shpejt tek zyra e bashkisë. E di që njerëzit do më shohin shtrembër që pse po qanë ky fëmijë, po unë dua të tërheq një biletën dhe pastaj do ta ushqej djalin. O zemra, mamin që po qanë, ja vajtëm, jemi shumë afër. I fliet gjumë, e zgjuam nga gjumi, më raf pika. Sa po vajtëm. Shpresoj mos kesh shumë radhë. Sa po mora biletën, nuk ka asnjë njeri para me. Kështu që të presim kush do na therasi, cila zyrë.
Shoni, a zero para me. Quni nuk është shumë i qetë, po qanë, po eci këtu. Sa të më thrasin, lartë e poshtë. Edhe inshallah po e zoj qume. So, nuk e pranuan foton. Kështu që është një fotograf këtu dhe po shkoj shpejt me Kianin mbase e arim të bëjmë. Kemi 20 minuta ka. Kiani është, gati për gjumë. Duhet ta zgjojmë, do qaj. O zoti mat, nuk e dia do ja dalim. Besoj që jo, gjithsesi nëse si ja dalim sot do vim të hënë. S'ka ndonjë problem. Po përpiqem të ec në për rrugë jo të drejta që ai mos flej gjumë. Për tek fotoja, po shojmë. Ktheva tek bashkia dhe këtë herë funksionoi, munda që ta bëja aplikimin, pastaj vrapova me shpejt tek fura e bukës sepse Kian ishte shumë i uritur, edhe nuk më intereson unë djalin do ta ushqej kudo, edhe kishim një moment shumë të bukur ndërkohë që unë pija kafe, madje atë e zuri pastaj edhe gjumi. Atëherë ja dola që të aplikoj për pasaportën. Domethënë bërëm foto. Njerëz më besoni. Bëri foto edhe më dha një QR kod, pra një kod që e ngarkovi tek, si të thuash, folderi nuk e di, folderi online i Republikës së Gjermanisë, edhe nëse është Republikë, po, Republikë Bundesrepublik, po. Edhe 15 euro për 2 minuta. Gjithsesi na duhet dhe Kiani e bëri foton shumë mirë, se nga që Kiani ka sytë të mëdhenj dhe po e shikonte ata aparati kështu si habitur, doli fotoja perfekte dhe e pranuan. Aplikuam, ishte 30 e ca euro për aplikim normal, dhe dilte pasaporta për 1 muaj. Ne do fluturojmë në datë 22 dhjetor, që do të thot prap, do kishte qenë okej, ne mund ta kishim marrë në kohë, po që të evitoja unë tani stresin, bëra atë ekspresin që del për 4 ditë. Dhe pagova 30 euro ekstra, pra 67 euro, diçka e tillë, po paktën e di që e marr në një nga këto ditë. Më duheshe edhe mirëkuptimi i babait të fëmijës, pra i Stefanit, ose kur të shkojmë të marrim pasaportën, mund të shkoj Stefani ta marrë dhe nuk më duhet, për ndryshe kam një formular që duhet ta plotësoj Stefani, të ma hedhi firmën dhe unë kur të marr pasaportën, duhet ta dorëzoj që të marr pasaportën. Kiani nuk ishte fare interesi sepse e zgjova 2 herë, një herë që u nisëm dhe një herë për të bërë foto, se duhet ishte zgjuar patjetër për foton. Dhe pastaj vetëm po alurinte në karrocë. Kur vajta atje tek bashkia, po duhet të prisja një 2 minuta sa të më vinte radha, se shumë të persona para meje. Edhe i dhash 3 minuta gji, sa u qetësua pak. Pastaj hyrëm atje e mora në krah, që se në karrocë po qante, i flishe gjumi pishe, dhe pastaj sa mbaruam ishte një procedurë shumë e thjeshtë, të hodha firmën. Sa mbaruam, që të thosha, shkuam tek kafja, sepse nuk priste mëj, edhe ta ushqia në makinë më dukesh se ftohtë, kështu që shkuam tek kafja, edhe ushqiva dhe kanë ndenjur njerëz nga ora 12:10 deri në orën 12:45 në njërin gji, edhe e zuri gjumi. Shikoni qa vështirësish që ka. Hap semaforin. Shumë, se pivi pak ai dhe unë nuk pompova shumë s'po tako, po mjaftueshëm. Shkoj, se kam parkuar në një anë të rrugës shpejt e shpejt.
Ja dola që të merja këto të Stefanit. Zakonisht ai e kishte bërë gjithmonë Stefan Belajt. Stefan Belajt dhe tani e ka bërë Stefan Negji. Datëlindja e ti, datëlindja ime. Po unë e kam në 2. E ka bërë si pas dokumentave që e kam në 3 shkurt. Unë e zakonisht e festoj në 2. Okej. Edhe dokumentat i ka... Ups. Sorry, Kian, i ka të marrë. Tani ndalesa tjetër është në DM. Na duhen pampersa. Njëherë në javë më duhet patjetër që të blej. Na duhen pampersat dhe pastaj nuk e di çfarë do bëj. Shkojmë në shtëpi. Kian po fle për mrekulli. Kështu që le të shkojmë të blejmë pampersat edhe shkojmë në shtëpi si do ta kalojmë pasditën. Kam shumë punë për të bërë në shtëpi dhe kam shumë gjëra për t'ju treguar. Shumë gjëra për t'ju treguar. Çfarë ju kam treguar herë në fundit? Nuk kam mbaj mend domethënë, por më kanë ardhur shumë paketa që nuk i kam bashkëpunime për YouTube, i kam zakonisht për TikTok, po unë dua që t'ja u tregoj edhe ju të YouTubers, sepse ju jeni familja ime parë. Pastaj vjen TikToku. TikToku është diçka e re, është diçka qefi, kurse YouTube-i unë ju detyrojm shumë sepse keni qenë me mua që 6 vite tani gati, po. Edhe dua t'ju tregoj disa gjëra shumë të vlefshme që i kam gjetur në TikTok, edhe si mund t'i plini dhe si mund t'i merrni me ulje. Kështu që shkojmë njëherë të blejmë çfarë kemi për të bler, do e nxjerrësh Kianin me shumë kujdes nga karroca, nga Seggiolino nuk e nxjerr, por nga stacioni Seggiolinos. Edhe shkojmë të blejmë. Ja dola. Ta marrë në gjumë. Ja. I gjeta. Këtu janë. Ne jemi tek numri 3. Ja ku është numri 3. Marrë edhe këto me vaj bajamesh. Do më duhet të marrë edhe një çuç, sepse çuçat na kanë mbaruar. Ku janë tani? Kemi mish pim një ujë. S'pas ka gota. Ku janë gotat? S'ka gota. E gjeta, ja këtu janë çuçat. Baby love, pas kemi dhe çuçat të baby love. Po unë kam marrë deri tani të nukut dhe të nukut do vazhdoj të marr. Po të nukut pas ka vetëm shumë pak. Kjo që nga e bukur. Zero deri në 6 nuk pas ka shumë nuku. Po marr këto. Okej. Okej, çfarë më duhet tjetër? Asnjë gjë. Më duhet edhe një kështu si t'jene e zezë për gjithë dhënjë, po nuk pas vetëm të bardhë. Të bardhë i kam dy copë, kështu që nuk dua më shumë. Okej, do marrë edhe një fasoleta të thata që na duhen për tek dhoma e ndenjes, që është ai për t'i futur. Kështu, do marrë 2. Okej. Pse se mbarova.
2. Da kann man auch Dokumente ausdrucken, ne? Ich wusste nicht. Ah ne, alle, genau, Seiten alle und so. Ah, das haben sie jetzt gut gemacht. Weil das hat voll gefehlt. Das heißt, die Leute sind immer vor, guck mal, wie scheiß bezahlt, guck mich an, wo ist die Kopie? Weil das ist das alles, was bis 1520 fehlt. Am Fokus drückt er direkt unten runter und alles, was größer ist, muss man hier einmal noch passieren. Genau. Das ist deine Kopien kommen da jetzt rechts von mir. Lesa tjetër në supermarket. Mora një portofjetër, kostum gjumi për Kianin, se nuk ka shumë. Dhe mora edhe pul edhe laks. Gati për të ikur. Shkojmë të paguajmë. Ja ku e kam edhe dokumentin, I shkroj të gjitha. Po shkoj te posta me një vrap, djali akoma po fle. Edhe kemi mbaruar për sot. Po e lë djalin me zemër të ngrirë për 2 minuta. Inshallah nuk ka njerëz, për ndryshe do e dërgoj një ditë tjetër kur të kem të Shtefanin me vete. E krye edhe ka punë. Ups. Oh, sorry. Shkojmë shpejt te makina. Edhe mbaruam për sot, jej! Shkojmë në shtëpi shpejt e shpejt, ushqejmë djalin. O Kian, jam shumë krenare për ty, mami. Milati bëja të gjitha punën në rregull, pa stres, o zot I madh, faleminderit o zot. Ndonjëherë është fëmijë shumë I mirë dhe I mbar. Ndonjëherë do vetëm të rinë në krah, po mirë është I vogël dhe siç ju thash ka qenë me grip. Jo me grip, po janë bllokuar hunçkat edhe kur nuk merr frym friksohet. Kështu që ja falim që do të ri vetëm në krah. Nuk s'po sot, domethënë në orën 12 që fillova ta ushqej, në orën 1:20 ra në gjumë të thellë, ora është 3:20, domethënë 2 orë të plota I ka në gjumë të thellë. Edhe 40 minuta në gjoks që ndej një shumë qetë atje dhe mami pipi kafen. Nuk e di domethënë, njerëz do ta marrim si shpëtë, mashallah. Tani shkojmë në shtëpi që të ushqejmë djalin mirë edhe të kalojmë mbasditën bashkë. Ora është, siç që thash, 3:20. 3:15 për momentin. Do ushqejmë djalin, do ha ndonjë gjë për vete se jam shumë e uritur, sidomos shumë e etur, nuk kam pirë asgjë. Përveç latte macchiatos që piva në orën 12, ora po shkon 3. Dhe pastaj mbasdite kemi dhe ecjen e mbasdites, nga lumi, po atë e kemi në kangur. Kështu që aty nuk bën fare merak se e di që djali flet te kanguri shumë mirë te gjoksi im. Kështu, shkojmë dhe po pata kohë do t'ju tregoj edhe ato produktet që kam bler. Edhe kemi një vlog shumë të bukur dhe shumë plot dhe me shumë gjëra sot. Së pari duhet ngjitemi në katin e 4 me djalin, me gjërat që bleva, që do ja u tregoj kur shkoj në shtëpi shpejt e shpejt, edhe me disa paketa që më duket se kishin ardhur poshtë. Kështu që unë jam bërë super mama, super dhe më çaj thon këtu hero, që më janë krijuar muskujt e krave si pe burri. Kështu njerëz. Shkojmë në shtëpi. Ora është 5:03 minuta dhe tani ja dola të bëj një sallatë shumë të thjeshtë dhe Kiani është aty, kemi fjetur bashk, domethënë Kiani fjeti, unë mbajta në krah sepse për momentin do vetëm në krah, për gati 1 orë e gjysmë. Tani u zgjua duke qarë se I ka hunçkat e bllokuara dhe ja çbllokova pak dhe I hodha edhe pak qumërzhiri se kështu më ka thënë mamia që I bën mirë. Tani do ha shpejt e shpejt këtë, shpresoj të më lejë derisa ta haj dhe do dalim të bëjmë ecjen tonë. Te sallata kam hedhur kështu sallatë, quhet sallatë fushë.
domate, pomodorini, kastravec, qepulka, qep të njoma dhe pak parmigiano. Pastaj kam hedhur vetëm krip, vaj dhe pak limon. Shumë thjesht dhe siç po e shikoni, po e shpjegoj shpejt e shpejt që ta ha edhe tiki. Tikim përgjiro, do e marr pak përgjiro. Sa po nisëm? Tani nuk dal dot gjira nga lumi, dhe pse me shumë qef do kisha dal nga lumi se sa rrugëve këtu. Mirë po nga lumi nuk ka ndryqim, ose mbas edhe ka, po nuk dua të shkoj tani vetë andej. Dhe po bëjmë një xhiro këtu te lagja, poshtë e përpjet. Me qënë se ka dhe drita, ecim një 20 minuta, dhe pastaj shkojmë në shtëpi. Si më e mamit. Inshallah ja del që të flej një gjysmore, që të çlodhet, po sot ka fjetur mirë. Ka fjetur 2 orë gjysmë në karrocë, ka fjetur me mamin gati 1 orë gjysmë 2 orë, kështu që sot jemi mirë. Kian? E shijoj shumë këtë dalje në kangur, më duket sikur e kam prap në bark, vetëm se tani nuk është poshtë lëkurës, por është sipër lëkurës. Kam vendosur këtë kangurin e mam kozit që është kështu si leck edhe është goxha përshafues. Kështu. Duhet disi ta shtymë orën deri në orën 8 që kemi rutinën e gjumit. Kështu që dalim njerë. Edhe Kiani është i qetë fare. Akoma nuk flej gjumë, po i ka syçkat shumë të rënduara. Edhe ajri i pastër i duhet, sidomos tani këto ditë që i ka hunë çkat e zëna. Mami e ka paketuar shumë ngrohtë dhe këtu kam lidhur edhe pallton time, që është i mbrojtur edhe nga palltoja ime. Kështu. Okej, shijojmë këtë. Pastaj do shkoj në shtëpi dhe doja t'ju tregoja pak vetëm shpejt e shpejt gjërat që bleva për ta mbyllur vlogun. Inshallah më lek janë 2-3 minutka kur të shkojmë, që t'jeti i qetë. Dhe do ja u tregoj. Për ndryshe nesër, kur të kem, po Stefani nesër nuk do jetë në shtëpi, do jetë për të shkuar do shkoj të marr makinën. Po unë kam lënë të takoj me Sarën, kështu që e mban Sara djalin 2 minuta. Dhe do mund t'ja u tregoj çfarë bleva, ose do ja u tregoj sot, do e gjej kohën kur Kiani të flej. Po erdhëm në shtëpi. Djali është akoma i qetë, më vjen shumë keq që të më nxjerr. Mirë po do ta nxjerr sepse është i paketuar shumë ngrohtë për brenda. Që se si tash t'ju tregoja shpejt e shpejt gjërat që bleva edhe ta mbyllja vlogun para se të harroj. Bleva 2 letra kështu të ricikluara sepse kam këtë gjën këtu që mbaj në tavolinë dhe janë shumë ndihmuese se sa herë për shembull që në tavolinë përtojmë, nuk e kemi marrë letrën e kuzhinës, e kemi gjithmonë letrat këtu. Edhe është shumë herë më e thjeshtë. Bravo! Bravo, sa mirë që gromësin të keqe mami. Mora për Stefanin 2 lëngje frutash, se ai kur ha mëngjes në fundjavë, do gjithmonë lëngje frutash. Ora një me portokall, një me fruta të kuqe. Qa bashkëshorti që jam, që si mendoj për bukën. Mora bebelinat, si që u kam thënë. Jo, si u kam thënë djali, tani ka kaluar tek masa 3 e bebelinave. Dhe i kam në makinë. Por mora dhe këto letrat me vaj bajamesh dhe me këto po e pastroj djalin për momentin dhe nuk ka asnjë plak ose skuqe të sharve, pra nuk po e pastroj me letrat të lagura dhe pastaj me letrat të thata apo me ujë, sepse për shembull natën me ujë ai trembet, sado që uji është i ngrohtë, kurse këto nuk janë të lagura, po janë kështu si të vajosura, edhe heqin shumë herë më mirë edhe për pastërtinë, sidomos kur për shembull ka bërë kakën, edhe unë nuk e kam parë dhe mund të ketë një gjysmore apo 1 orë brenda dhe shtar paksa. Kjo nga që është me yndyr e shpërbëm direkt. Mami, mora vesh. Mora 2 çuça sepse
disa çuça na e kanë prishur mace. Do me thënë, për shembull, kemi lënë neve poshtë, na kanë rënë poshtë dhe nuk i kemi parë, sepse në tavolinë macet nuk lejojnë dhe ato e dinë, janë mace të shkolluara. Por kur na ka rënë çuçi poshtë, nuk e kemi parë, Lea kishte luajtur dhe kishte prishur një 3-4, plus që ca i kemi humbur, kështu që mora 2 nga nuk kemi sjellur ne si tjerë. Mora dhe ca bateri, kështu të holla, që të trasha i kisha bler dhe kam. Po të holla më duajshë. Qa mora tjetër? Mora edhe këtë overallin për baby. E mora 62-68, që është 2 deri në 4 muaj. Kiani nuk është 2 muaj, por ne ja kemi filluar t'i veshim masën 62, sepse masa 56 i rri e vogël, se nga 56 ka lete te 62, pse nuk ka një 58. Edhe ja mora për 5 euro pambuk të Lidl, sa e mirë, sa materiali mirë që qënë ka, edhe qënë ka komplet me kopsa që nuk ka nevoj as t'ja fusush nga koka, sa të fëmijët nuk e kanë qef, dhe në darkë, kur duam që ta ndërrojmë, se ka bërë për Berlina, mund thjesht t'i hapim këto kopsat këtu poshtë. Shumë mirë. Paka shumë këto ishe, se bleva edhe për të gatuar një pull edhe një laks. Ka që më duket. Gjëja tjetër që doja t'ju thoja është që kam filluar përdorimin e do filloj. Kam lexuar shumë për farat e zeza, vajin e farave të zeza. Edhe këto këtu janë me kapsula, 3 kapsula në vakt. Janë shumë të mira edhe për flokët, janë shumë të mira për të rritur imunitetin, për fryrjet e barkut, për çdo gjë, domethënë fara e zezë është edhe inflamatore, pra nëse ke ëndje apo inflamacione në trup, e di apo nuk e di, këto janë shumë të mira dhe do ta provoj. Thonë që të rigjeneron për shembull edhe qelizat e flokëve, edhe të thojme dhe të lëkurës, kështu që unë sapo e kam porositur 2 dhe akoma se kam nisur, shikoni. Janë nga Oil Dem. Dhe besoj në website mund të futeni dhe ta shikoni, edhe t'i lexoni dhe të mirat e vajit të farës së zezë. Unë kam bërë shumë kërkime, edhe mendoj që do më duhen tani, sepse kur para ca ditësh u sëmura me grip edhe nuk dua, ishte shumë keq, ishe sëmur dhe të kujdeseshe për një fëmijë të vogël, sikur të ishte 100% në rregull, sepse do ngrihesh t'i japësh ushqim, duhet të jesh fort për djalin tënd, kështu që besoj të gjitha mamat më kuptoni dhe mendova me çfarë mund t'i bëj një boost imunitetit tim. Edhe gjeta këtë vajin e farave të zeza, por që vaj farave të zeza është edhe pak triki, se duhet të pish maksimumi 1 deri në 2 lugë çaj në ditë, nëse pin më shumë nuk funksionon. Kështu, këto doja t'ju tregoja. Shumë faleminderit që më ndoqët, edhe shihemi në videon tjetër, unë po shpaketoj djalin, e di që do zgjohet, po fundja është ora 6:20, kështu që në orën 8 ne do fillojmë rutinën e darkës. Ndoshta do ta ushqej pak, të luajmë pak, të bëjmë pak tummy time edhe mbajti ora 8. Kështu që në rregull mami. Edhe koka që ka këto farkat e vogla. Mua më tha mamia, bëja me vaj, vajame ja kam bërun, dhe pasaj me kreja pak, edhe pasaj laja kur të bësh banjën, edhe pjesën para që unë e bëra dje funksionovi. Ndoshta kjo nuk ishte shumë, edhe ja hoqi kreri, doli aman kështu si zbok koka të mdhaja, po që sot pjesën para e ka mirë dhe do t'i bëj dhe vetëm këtë pjesën këtu, kurse këte nuk ka. Faleminderit edhe një herë që më ndoqët, edhe shihemi në videon tjetër. Ciao!